mirë, do të flasim më gjërësisht mbi këtë çështje, drejt për drejt do të bashkohet në këto momente në bisedë gazetari Vudi Gjumshiti. Zoti Gjumshiti, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Mirëmbrëma, faleminderit që më keni ftuar. Aleksandar Vučić paditet për përfshirjen në safari snajperash në Sarajevo gjatë luftës në Bosnjë. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Fillimisht për gjithë publikun, e mëtej pse tani? Dokumentari Sarajevo Safari zbulon se gjatë rrëfimit të Sarajevës civil të pasur nga Italia dhe vendet të ndryshme të tjera perëndimore paguan për të hyrë në pozicionet serbe dhe për të qelluar mbi civil bosnjak, një safari njerëzore, një lloj biznesi për vrasjen e njerëzve për çef. Bazuar në këtë film, në provat e mbledhura nga gazetari italian Ezio Gavaceni dhe raportin zyrtar të ish-kryetares së Sarajevës, zonja Benjamina Karić, prokurorët e Milanos kanë hapur hetimin ndaj shtetësve italian, ndërsa një gazetar tjetër investigativ, siç e përmendet edhe ju, kroat, ka paditur dhe presidentin serb Aleksandar Vučić, ku i dyshuar se ka qenë në një pikë ushtarake për nga qëllonin turistët snajperistë që vinin nga vende ndryshme perëndimore dhe ultranacionalistët serb. Pse ka rëndësi të hetohet dhe të mbahet përgjegjës Vučići nëse dyshimet konfirmohen? Sepse kjo prek thelbin e profilit të tij politik sot. Vučić nuk është thjesht një figurë e re që po trashëgon tensionet e rajonit, është një njerëz që sipas dëshmive ka dalë nga një kulturë ku vrasja e civilëve ishte thjesht argëtim dhe propaganda shtetërore ishte mjet lufte. Më vonë ai u bë ministër informimit në regjimin e Miloševićit, duke riprodhuar të njëjtin mentalitet që e çoi rajonin në katastrofa gjenocidale, siç e kemi rastin e genocidit konfirmuar në Bosnjë dhe Hercegovinë pranë Srebrenicë, gjithashtu edhe tani ku po flitet edhe rasti i safarit njerëzore të vrasjeve në Sarajevo. Prandaj Sarajevo Safari nuk është thjesht vetëm një tregim i të kaluarës, por është një pasqyrë e një mentaliteti që sot vazhdon të ushqejë një krizë në Bosnjë dhe në Kosovë. Vetëm hetimi dhe përgjegjësia reale përfshirë atë të Vučićit, nëse provohet, dërgojnë sinjalin se ky mentalitet nuk mund të rikthehet më si model politik për Ballkanin perëndimor e në përgjithësi. Ajo që është më skandalozja është se në Tiranë kemi një leadership, një kabinet qeveritar i cili tash 5 vite të fundit është duke luajtur një rol favorizues për karakterin politik të presidentit Serbisë Aleksandar Vučić nga ana administratës së kryeministit Edi Rama, e cila administratë vazhdimisht i jep favore Serbisë zyrtare për të vazhduar agresionin e saj dhe operacionet e saj destabilizuese në Republikën e Kosovës. Çfarë do thotë një akuzë e tillë tani për presidentin Vučić? Mediat shkruajnë se ka video, foto që vërtetojnë faktin se Vučić ka qenë aty dhe se është dhënë urdhër për të qelluar. Ajo çka do të thotë për këtë është mesazh i qartë se me përkushtimin e gazetarëve, edhe me përkushtimin e disa prej entiteteve politike edhe mekanizmave shtetëror, është duke dhënë një mesazh i qartë që politikanë me karakter të tillë vrastar për një kulturë vrasëse nuk janë të mirësearë në botën e sotme moderne, ku demokracia dhe të drejtat liritë njerëzore duhet të përparojnë përballë një mentaliteti vrastar përballë një mentaliteti gjakpirës të cilët nuk janë të interesuar të japin llogari. Gazetari investigativ kroat thotë se Vučić ishte antar i një njësie paraushtarake nën kontrollin e Partisë Radikale Serbe nga Serbia gjatë luftës në vitet 92-93. Vučić e ka mohuar në fakt të deklaratë. Si janë pritur deklaratat e Vučić për këtë rast? Vučić ndonjëherë mohon edhe faktin që ka qenë ministër i propagandës së Miloševićit. Ndonjëherë mohon edhe faktin që ka qenë njeriu që ka deklaruar në parlamentin e Serbisë se për një serb do të vritin 100 musliman. Nuk është as pak e çuditshme që një deklaratë e tillë vjen nga një njeri i tillë. Vučić e mohonte edhe faktin që ishte i përfshirë në orkestrimin e përpjekjes së aneksimit të veriut të Kosovës në shtator të vitit 2023. Vučić e mohon edhe faktin që Serbia ishte përpjekur të bënte gjenocid në Republikën e Kosovës, me rast me intervenimin e NATO-s u ndalua një operacion i tillë i regjimit gjenocidal të Miloševićit, të cilit regjim vetë Vučić po i shërbente si ministër i propagandës. Nuk është as pak e re që Vučić do ta mohojë një përfshirje në një aktivitet të tillë kriminal, por nuk është as pak e re që Vučić vjen për një kulturë të tillë. Megjithse është shumë e rëndësishme që tani kjo storie ka marrë vëmendje, se që është e vërteta
tregimi për safarin në Sarajev që kishte ndodhur është zbuluar në një film dokumentar që quhet Sarajevo Safari dhe i cili është prodhuar në fund të vitit 2020-2021 dhe është lancuar në vitin 2022 si film dokumentar. E qartë. Ndërkohë, italian, rus, amerikan, kështu thot gazetari investigativ kroat, kanë qenë pjesë e kësaj gjëja. Ka një kosto politike në fakt për të gjitha këto vende? Të zbulojmë tani më shumë se 30 vite më pas, se pas ka pasur njerëz të qefit që pas kanë paguar 70.000 deri në 80.000 euro vlerat e majme financiare vetëm për të lejuar që të marrin pjesë si snajperist për të gjuatur dhe vrarë njerëzit, kjo është për te skandalozës. Mi po e mira është që është zbuluar, e mira është që tani po trajtohet, e mira është kjo temë po diskutohet në diskursin publik dhe po diskutohet në format të duhur, pra si diçka të papranueshme dhe si diçka që duhet të dënohet dhe të kërkohet llogaridhënie, sepse jemi në një situatë gjithashtu përballë një agresioni të mundshëm despotik, ushtarak e para ushtarak, si nga ana e Serbisë ashtu nga ana e Rusisë, të cilët janë duke u përpjekur të provokojnë tensione dhe të nxisin luftra, jo vetëm në atë luftë që kemi pasur duke është përfshirë Moska zyrtare që nga viti 2022 në Ukrainë, por kemi një përpjekje të vazhdueshme të Moskës zyrtare nëpërmjet Serbisë në Ballkanin Perëndimor për të nxitur një luftë të re në Ballkanin Perëndimor. Prandaj, ardhja e kësaj teme në vëmendje të medjave perëndimore, kryesore dhe establishmentit politik perëndimor është shumë e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme në mënyra se si po trajtohet. Pra po trajtohet si diçka e papranueshme dhe e patolerueshme. Dhe lidhimisht është gjithashtu vëmendje shtuar shumë e rëndësishme që të kuptojmë se kush është vërtet regjimi i Beogradit. Përkundër përpjekjeve të njëpasnjëshme të disa prej diplomatëve të korruptuar dhe disa prej leadershipeve dhe kabineteve të ndryshme qeveritare gjithashtu të korruptuara dhe kapura nga Beogradi, siç e kemi rastin e administratës së kryeministit Rama në Tiranë, që janë duke përpjekur ta ledhatojnë imazhin dhe karakterin gjakatar dhe kriminal të presidentit Vučić në Beograd. E qartë. Zoti Gjumshiti do të bashkoj në bisedë në këtë moment edhe zotin Hisen Berisha, ish deputet për këtë çështje, por jo vetëm, në vijim do të flasim pak edhe për situatën në Kosovë. Zoti Berisha, mirëmbrëma, faleminderit që na bashkohesh. Mirëmbrëma, ju. Zoti Berisha ka një padi për përfshirjen e Safari snajperash për Aleksandar Vučić. Çfarë do të thotë kjo për presidentin serb tani? Unë mendoj se një kategori për e neshtu s'kemi pasë asherë dilema për atë se nëse Vučić dhe elita serbe janë pjesë ati kontingentit që kanë kryer krimet të cilësuara dhe vetë nga Kombet e Bashkuara si genocidiale ndaj qoftë në gjitha lufta, qoftë në Kroaci, qoftë në Bosnë, në Seks, po edhe në Kosovë. Zoti Berisha, ju e besoni vërtet këtë ngjarje, pra ka italian, rus, amerikan të përfshirë në gjithë këtë histori, kështu thot gazetari investigativ. E besoni këtë? Njerëzit me veti tilla çmendurisë ekzistojnë, ta njerëz me kriza ndryshme, por problemi është se si gjetën dhe si u krijuan ata kontingjent për të realizuar detyrat e ushtrisë dhe policisë serbe në shtetit serb. Po çfarë do të më thonë? Nëse trajtojmë çështjen e vdekjes pra nga plumbi snajperit, besoni se ka qenë mënyra më e shpejtë edhe e ekzekutimit, edhe mendoj se është shumë më e lehtë krahasuar me torturat dhe masakrat që njësi para ushtarakëve serbe kanë kryer në civil dhe në pleq, po edhe në fëmijë. Merrem mend veç krimet e dhunës seksuale, prerje të ndryshme të njerëzve. Tani televizionet e juaja ndoshta se dorojnë këtë gjuhë, po bota bashkë këtë gjuhë po do më nxjerrën pa. Në Kosovë një momente kur kanë prej stomaku nona është atë zona, në Izbic, e keni mi lajmë zekën aty, thunit që u tregon me video dhe me fotografi, e kanë vrarë nonën e bebës, ja kanë mush biberonin me gjak nonës vetë, ja kanë dhënë dorë dhe mas disa ditë që kanë gjetur ato të vdekur mbi nonë. Pra deri këtu kanë shkruar me monstruoziteti. Prandaj kur po them këtë punën e snajperit, kjo ka qenë një vdekje e shpejtë dhe pa vujtje. Edhe pse është njerëzore dhe është jashtëdënuar më mëne, mënyra se si kanë shfaqur pasion për të dalë për vrarë njerëz që diun
tjetra. E qartë. Mirë, së fundmi duat ju bëj një pyetje në fakt të dyve dhe përsa i përket situatës në Kosovë, 28 dhjetori do tjetë ditë zgjedhjesh, pra zgjedhje të jashtëzakonshme. Zoti Gjumshiti, çfarë prisni nga 28 dhjetori? Kosova shkon sërish në zgjedhje. Para se të vazhdoj të përgjigjem pyetjeve tuaj, unë mendoj se është shumë e rëndësishme të saktësohet që krimet nuk krahasohen. Krimet hetohen, viktimat nuk peshohen, viktimat identifikohen dhe kthehen tek familjet e tyre. Prandaj çdo debat që tenton të relativizoj me logjikën këtu vranë me snajper, atje me masakër, nuk është analizë, është shpërqendrim nga përgjegjësia dhe këtë moment kur po rihapen hetimet për Sarajevo Safari, është pikërisht koha të kërkohet transparencë edhe për Kosovën, çfarë fshihet ende në arkivat serbe dhe pse mbi 1600 persona vazhdojnë të mungojnë. Nëse duam diskutim serioz, fillojmë me këtë parim të thjesht, krimet njihen dhe nuk relativizohen. Sa i përket zhvillimeve në Kosovë dhe pritshmërisë zgjedhjeve të ardhshme të 28 dhjetorit, ajo çfarë kemi parë në 5 vjeçarin e fundit, kemi parë një mandat të plot të një leadershipi kosovar i cili është përpjekur ta shkëput Serbinë apo kontrollin e Serbisë nga Kosova me një sfidë jashtëzakonisht të fortë si nga Beogradi i cili përpiqej të kontrollonte dhe vazhdonte të mbante nën kontroll mekanizmat e vet qeveritar që kishte instaluar brenda Kosovës në 20 vjeçarin e fundit prapa përfundimit të luftës dhe disa diplomatë të korruptuar të cilët përpiqeshin më falni, nuk jeni ju me të lutem, zoti Berisha, po, ta përfundoj. Këtë gjuhë të koluarëve të Beogradit, këtyre transgjenuarve që ikin lëndër atje për nevojat vetë, fiziologjike e vinë shprazin çmendorin që shiken në televizion, se dikush 20 vjet pas ka instalu Serbinë, to kush ka qenë në Serbi? Hashim Thaçi. Apo Hashim Thaçi ka qenë në Serbi, Ramush Radini. Njerëz që kanë luftuar për këtë vend, apo? Nuk kualifikoni diskutoni me mua me këtë gjë. Zoti Berisha, të lutem. Zoti Berisha, nuk kualifikoni të diskutoni me mua në këtë nivel. Duhet të civilizoheni në kuptimin njerëzor dhe intelektual. Sa e po shkon Londër, si e ke partnerin atje? Apo Zoti Berisha, nuk kualifikoheni të diskutoni me mua në këtë nivel. Mundosh me akuzuar njerëz 20 vjet. Kujt po i thuti 20? Mua po më thu se unë jam dhe strukturës Serbisë, apo? Zoti Berisha, nuk kualifikoni që të diskutoni me mua në këtë nivel. Po më tregon, jo po kualifikohesh me këtë tendin që e ke pas në burgët e kanë shantazhuar me leptirin, e kanë incizuar tash ta shantazhojnë edhe ki pranuar dhe Zoti Berisha, nuk kualifikoheni të komunikoni me mua në këtë nivel. Ik, mbyll këtë, më vjen keq zoj, po nuk debatoj me strukturat Serbisë. Mirë, zoti Berisha, faleminderit që ishe në këtë komunikim të drejtë për drejtë, është e drejta juaj të mbyllni këtë lidhje, po, zoti Gjumshiti? Po, pra kemi një leadership kosovar ku për herë të parë në 20 vjeçarin e pas luftës ka punuar me vendosmëri të plot dhe për kushtim të paepur për ta shpartalluar instalimin sistematik të Serbisë brenda Kosovës. Dhe kemi një opozitë të organizuar mirë, e cila gjatë kohës sa ishte në pushtet, kishte punuar për ta instaluar pushtetin e Serbisë brenda Kosovës në për marrëveshje të ndryshme ndërkombëtare, të cilat ta i kanë nënshkruar, të cilat marrëveshje verifikueshëm e kanë avancuar dhe favorizuar pushtetin edhe instalimin e Serbisë brenda Kosovës. Nuk është rastësishme që zoti Berisha dhe të tillët si ai janë jashtëzakonisht të shqetësuar kur përballen me të vërtetën, sepse vetëm e vërteta është tregimi i cili do t'ua përfundojë karrierën atyre politike, sepse verifikueshëm ata kanë mbështetur operacione politike të cilat e kanë destabilizuar Kosovën në interesat të Serbisë dhe kushdo që e ka kërcënuar stabilitetin e kontrollit të Serbisë në Kosovë, këta i kanë dalë kundër. E përmendim më herët edhe rastin e zotit Milan Zeka, i cili në hulumtimet në gjetjet tona hulumtuese të botuara në këtë prill, del se jo që është një njeri i cili ka dokumentuar krimet e serbe të luftës në Kosovë, por është një njeri i cili ka shitur materialet e kohës së luftës në Kosovë, produksioneve të radio televizionit të Serbisë për të ndërtuar filma dokumentar të cilat kanë qenë të përputhur me propagandën dhe strategjinë serbe për të akuzuar ushtrimtarët të Kosovës për trafikim me organësh. Pra akuzat të mos zgjatemi më shumë se dhe të shpifura nga vetë Beogradi zyrtar, të cilët janë hedhur poshtë nga gjykata ndërkombëtare. Kjo është e vërtetë. E qartë. Zoti Gjumshiti, faleminderit që ishe në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ju lutem shumë, faleminderit për kohën.